Për shëndetje nga kuzhina Nidi, sot kam vendosur me përgatit një laknor me spanaq edhe me bishta të qipëve të njuma. Pak zele po ashtu, mangold këtu në Gjermani, i kom përzi që i kom zerë prej frizit, jënë kon pak me harq. Mas pari për brumin a nevojitën 1 kg mill, 550 ml ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës me krep, pak vaj qesim, mandej për mbushjen, kom ngri spanaq, 2 tuba me bishta qeve të njuma komplet, 100 gram me djath bardh, një vezë edhe gjys shmondi qesim, ose krem fresh, ose ajk edhe pak vaj. Bismillah, fillojna mas pari përgatitjen e brumit, tek milli, shtojna një lugë të gjellës me krep, 550 ml me ujë të ngrohtë dhe një 2-3 lugë të gjellës pra me vaj, e përzina brumin me mikser. Edhe bismillah e shojna miksirin. Në unën tjetër e hedhëm pra 100 gram me shmang të harqe, 100 gram me djath bardh, një vezë, edhe shtojna pak vaj, pra dhe përzina harqen. Nuk e qesim harqet as pak krep, sepse djathi e ka kripën edhe. E përzina harqen, ju mundeni me ashtu edhe 200 gram komplet shmaltin, sepse unë nuk jashtova se zelet e kanë pas pak harq, kështu që vetëm gjysmën ja qita, ju mundeni me ashtu pra nëse përgatit një zelet e freskta pa harq, një shmang komplet. Përzina harqen. Edhe brumi është gati duket, kështu tash e nalin edhe mikserin. Tash e marrim pak mill e qesim tek drasa kuzhinës, e kemi qit edhe brumin, një brum i but fantastik. E ndajna brumin në kuleq, i rëkollisim si gjithmonë, ja dhojna formën rëmbullake edhe me njëherë i tullojna me tulluse. Brumin e kemi ndarë në 13 kuleq, masalena me njëherë i tullojna me tullusen, këtë masi si kurse për katmira kur qesim, pra, me pak mill, brumi është fantastik, si që përshifni vetë, nuk i vjen ashtu kështu edhe shumë mill për me të hullu, sepse nuk ngjitet. Kështu i të hullojna pra në masi si kurse për katmer, pite katmer kur qesim pra. Lajna humash. Pasi kemi tullu krejt kuleqt, morëm një pjatë edhe e lyna me vaj, të gjithë kuleqt e renditin një me një duke i spërkatër me vaj. I mbulojna me folje nylon edhe të kuzhinës, pra edhe i lojna për 20 deri 30 minuta që të përshojnë temperaturë të dhomës pra në kuzhinë, ashtu shtë është nxehtë. Pasi që kanë pushu edhe kuleqt, i kom lënë pra për 30 minuta. Tash e largojna edhe nylonin, edhe bismillah fillojna me zgjatjen e petave të psin masi 42 cm, pra e kemi ly me buter, ose ju e lyni me gjalp, si tani me shkatani njërën për tyne. Fillojna tashme me zgjatjen e kuleqve. Tash e marrim edhe harqen që e kemi përgatit.
mbështjellim peten edhe herenditem pra në tepsin e lyer me gjalp për ndryshe buter ose klyn. Kështu pra të gjitha petat e pak e hekom pra të qoshat. Mbështjellim peten. Deri në fund shkojna duke i zgjat pra petet, kështu. Edhe peten e fundit e mbështjellim, furrën e kom çu në 220 gradë me nxej pra. Për mi e ly veç me buter, mundeni edhe me vaj, unë me buter e ly. E qesim edhe peten e fundit në tepsi, qoshat se gjithmonë pak e largojna. E shefni piten, mashallah. Tash pitën pra e lyna me gjalp të shkrier për mi edhe e fusim më pjek në furrën e nxehur temperaturë 220 ose 230 gradë. Tash mbahet krejt që shi pjek furra e shporetit juaj. E kemi ly edhe pitën pra me gjalp për ndryshe buter. Njëherë fusim tash tepsin në furrën e nxehur. Edhe pitën e kom hek prej furrës për ndryshe laknuajn, e kom pjek temperaturë 220 gradë për 35 minuta. Është pjek shumë mirë, se përfuni ashtu edhe për mi. Neve na beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Kush don për juve me ëngël më të ftoftë, mundeni me sperkat me pak ujë të ftoftë, me mblu me një salvet. Kush ka qef me ëngël nxehtë asion si gjithmonë, bismillah, e ban prerjen edhe na beft mirë. Faleminderit për përkrojën që na bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.